Kryeministri Edi Rama thot se zgjedhjet e 11 majit shkojnë përtej fitores së radhës të Partisë Socialiste. Pasaporta e Bashkimit Evropian na jep mundësinë që Shqipëria të bëhet sa më parë pjesë e saj, thot kryeministri. Për herë të parë që atëherë në 11 maj është një votë gjeopolitike për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe pasaportën mund ta marrim nëse bëhemi bashkë në 11 maj, sepse nëse bëhemi bashkë në 11 maj dhe marrim bashkë një mandat të fuqishëm për të përmbyllur negociatat, pa humbur asnjë minutë kohë. Mëtej kryeministri Edi Rama bëri krahasimin me vendet e rajonit, kur tha se Shqipëria është ajo që ka përparuar më shpejt me negociatat për në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama theksoi se me hyrje në Bashkimin Evropian, vendi ynë do të marrë 300 milion euro në vit vetëm për bujqësinë. Kryeministri u shpreh se Shqipëria nuk duhet u mbas mundësinë e artë që i është dhënë për të integruar sa më shpejt në Bashkimin Evropian, duke theksuar se treni historisë ka ndaluar përpara nesh. Rama vijoi duke thënë se me integrimin në Bashkimin Evropian, populli shqiptar do të shpëtojë nga hija e së shkuarës.